Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvdu Jezu Krishti. Ju përshëndes përzemërsisht, unë jam Bruna Dedaj. Mirë se erdhët në këtë emision kulturor, ku sot së bashku do t'jemi në një udhëtim në kohë, ku do të ndalemi te një temë shumë e rëndësishme për historinë dhe shpirtin e popullit shqiptar. Fillimet e letërsisë shqipe dhe lidhja e saj me besimin dhe identitetin kombëtar. Letërsia nuk është vetëm një mënyrë për të shkruar histori apo për të shkruar tregime. Ajo është kujtesa e një populli, nëpërmjet saj ruhen gjuha, kultura, besimi dhe përvoja e brezave. Shumë kombe e kanë filluar shkrimin e tyre për arsye të ndryshme dhe tek shqiptarët, një ndër arsyet më të forta ishte dëshira që fjala e Zotit të dëgjohej në gjuhën e popullit. Ndaj, sot do të flasim për fillimin e kësaj rruge, për librin e parë në Shqip dhe për figurat që ndikuan në formimin e identitetit kulturor shqiptar. Një popull mund të humbas shumë gjëra në histori, por nëse ruan gjuhën dhe kujtesën e tij, ai vazhdon të ekzistojë. Shumë studiues të kulturës shqiptare shpesh e kanë theksuar këtë. Historiani dhe albanologu i njohur Eqrem Çabej ka shkruar: Gjuha shqipe është një nga shtyllat më të forta të identitetit shqiptar. Letërsia është vendi ku kjo gjuhë merr formë, ku mendimi bëhet histori dhe historia bëhet trashëgimi. Kur flasim për identitetin e një kombi, zakonisht mendojmë për historinë, traditat dhe gjuhën. Ekziston edhe një element shumë i rëndësishëm që është pra letërsia. Letërsia si pasqyra ku një popull e sheh veten. Në të ruhen edhe mendimet, edhe besimet dhe ëndrat e njerëzve. Në kohë të vështira historike, kur popujt e rrezikonin të humbisnin gjuhën ose kulturën e tyre, letërsia bëhej një formë rezistence. Edhe shqiptarët kanë kaluar periudha të tilla, por fal disa njerëzve të përkushtuar, gjuha shqipe filloi të ruhej dhe të shkruhej. Dhe këtu nis historia jonë. Kur përmendim fillimin e letërsisë shqiptare, përmendim një emër shumë të rëndësishëm. Buzuku ishte prift katolik, famullitar i një kishe në Shqipërinë Veriore, një nga lëvruesit më të rëndësishëm të gjuhës shqipe. Ai ishte një prift shqiptar i shekullit të 16 që bëri një vepër të jashtëzakonshme për kohën e tij. Ai konsolidoi një traditë rëndësishme të shkruarit të gjuhës shqipe me alfabet latin, që në vitin e 1555 ku botoi Mesharin. Ky është libri më i vjetër i njohur i shkruar në gjuhën shqipe. Sipas studiuesit Robert Elsie, një nga albanologët më të njohur ndërkombëtar, e ka quajtur Mesharin një monument të jashtëzakonshëm të gjuhës dhe kulturës shqiptare. Meshari përmbante tekste fetare që përdoreshin gjatë meshës. Por rëndësia e këtij libri është shumë e madhe se kaq. Ai tregon se gjuha shqipe ishte e gjallë dhe e aftë të shprehte mendime të thella shpirtërore dhe kulturore. Në parathënien e librit, Buzuku shpjegon se dëshira e tij ishte që besimtarët të kuptonin më mirë shërbesën fetare. Pra, ai nuk mendoi vetëm për librin, ai mendoi për popullin. Dhe kjo ishte një hap shumë i madh për gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ndaj, gjuha e Mesharit ka rëndësi të veçantë. Kur analizojmë librin, nuk e shohim vetëm si tekst fetar, po e shohim si një thesar gjuhësor. Ky libër përbëhej nga 110 fletë, por kopja e librit që ka arritur është e cunguar dhe i mungojnë
16 faqet e para dhe ndërto edhe ballina me faqen kryesore. Albanologët kanë vënë re se gjuha që përdor Gjon Buzuku është shumë e pasur dhe e zhvilluar. Kjo do të thotë se shqipja ishte përdorur dhe ishte kultivuar shumë kohë para se libri të botohej. Studiuesi Eqerem Çabej e ka theksuar këtë, se meshari dëshmon një traditë më të hershme të shqipes së shkruar. Kjo është shumë e rëndësishme për historinë tonë, sepse tregon se kultura shqiptare nuk fillon vetëm me një libër, por me një rrugë të gjatë që çon drejt atij libri. Të dashur dëgjues, sot pra nuk po flasim thjesht për një libër, sot po flasim për një akt guximi. Pra, imagjinoni në vitin 1555, Evropa e cila po lëkundej nga reformat, ndërsa në brigjet tona, Gjon Buzuku po përfundon një punë që nuk do të ndryshonte përgjithmonë fatin e një kombi, por dhe më shumë. Kur analizojmë mesharin, nuk e shohim vetëm si një tekst letrar. Ai është certifikata e lindjes së gjuhës sonë të shkruar. Është dëshmia se shqipja, kjo gjuhë e lashtë, sa vetë gurët e Ballkanit, kishte fuqinë të mbante mbi supe peshën e liturgjisë dhe të filozofisë. Libri fillimisht, siç e përmenda edhe më herët, kishte 110 fletë, por historia, ashtu siç di të jetë e ashpër me shqiptarët, na la pra këtë kopje të cunguar. Nuk kemi as ballinën, as vendin e botimit, as titullin ndoshta origjinal, por ajo që mbeti ruhet sot në Bibliotekën e Vatikanit dhe janë të mjaftueshme për të na treguar se kush ishim dhe kush jemi. Gjuha që përdor Buzuku është një monument gjuhësor. Albanologët që përmenda, të cilët janë më të zëshmit, kanë mbetur të mahnitur pra nga ky fakt, sepse gjuha që përdor Buzuku nuk është gjuhë fillestare. Ajo nuk është gjuhë e dikujt që sapo ka nisur të shpiki shkronjat. Eqerem Çabej, ky kolos i gjuhësisë son, pasi e studioi çdo gërm edhe çdo nyje të mesharit, doli në një përfundim për atë kohë se meshari dëshmon një traditë të shkruar shumë të hershme. Çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë se shqipja ishte përdorur, ishte kultivuar, ishte lëvruar shumë kohë para se Buzuku të ulej në tryezën e tij të punës. Si shohim nga sintaksa dhe struktura e librit, gjuha që përdor Gjon Buzuku është e dialektit geg të veriut, por ajo përmban elemente që tregojnë një përpjekje për një gjuhë më universale. Ai përdor trajta që sot na duken arkaike, por që kanë një rregullsi gjuhësore mahnitse. Përdorimi i nyjeve që përdor Buzuku i vendos themelet e saj që ne sot e quajmë sistemi i lakimit. Pasuria leksikore që përdor Buzuku, duke mos bërë vetëm huazim të verbër, por përkundrazi, ai gjen brenda shqipes brumin për të shprehur konceptet edhe filozofike, abstrakte, meditative, por edhe teologjike. Ndaj dhe puna që bën Eqerem Çabej, nuk mund të flasim për mesharin pa përmendur punën e Çabejt, sepse ai e transliteroi dhe transkriptoi veprën duke e bërë të kuptueshme për ne. Ai vuri re se Buzuku përdorte 5 shkronja të veçanta për tinguj që latinishtja nuk i kishte.
Ai përdori gjë, th, dhe, z, sh. Kjo tregon se ai ishte një gjuhëtar i vetëdijshëm dhe ishte kodifikuesi i parë i gjuhës shqipe. Pyetje për dëgjuesit për reflektim. Përpara se të vazhdojmë me rolin e kishës, dua t'ju dëgjoj edhe juve, dëgjues të nderuar, për t'ju dërtuar disa pyetje që mbase i kemi harruar në zhurmën e përditshmërisë sonë. A është më e afërt lutja kur e dëgjojmë në gjuhën tonë? Imagjinoni besimtarët e shekullit të 16 që për herë të parë dëgjonin në emër të Atit, në gjuhën që u fliste nëna në shtëpi. Çfarë ndjesie duhet të ketë qenë? Sa e rëndësishme është për një popull që gjuha e tij të shkruhet. Një gjuhë e folur mund të humbas në erë, por një gjuhë e shkruar është një kështjell që nuk pushtohet dot. A e njihnit ju historinë e këtij libri? Shpesh mjaftohemi me datën 1555, por a e mendojmë sakrificën pas saj? Në historinë e njerëzimit, tempujt kanë qenë bibliotekat e para. Edhe të shqiptarët, feja shërbeu si varg shpëtimi për gjuhën. Gjon Buzuku nuk po bënte thjesht një libër lutjesh, ai po bënte një akt që sot do ta themun si akt politik dhe kulturor. Në pasthënien e tij të famshme, e vetmja pjesë ku ai flet drejt për drejt, ai thot: unë ndesha me dashurinë për botën tonë. Ai dëshironte që shqiptarët të mos mbeteshin prapa popujve të tjerë. Kishat dhe klerikët tanë e kuptuan herët se pse gjuha do të humbasi apo humbet, dhe nëse humbet gjuha, atëherë humbet edhe identiteti. Kështu që përmes teksteve fetare, shqipja hyri në liturgji, duke u bërë një gjuhë e shenjtë. Kjo e mbrojti atë nga asimilimi i plot në perandoritë e kohës. Besimi nuk ishte vetëm rrugë shpirtërore, por ishte buroja e kulturës. Përfshirja e opinioneve të simuluara apo citimeve të zgjeruara edhe nga historiograf të ndryshëm, do dëshiroja që të ndalemi pak te mendimi i Shaban Demirajt. Ai thekson se Meshari është provë një shkrimi shqip që ka ekzistuar të paktën që nga shekulli i 14. Buzuku nuk është një aksident historik në thojza, por është kulmi i një procesi. Do të trajtoja si diskutim përdorimin e alfabetit latin me shtesa i cili tregon lidhjen tonë me perëndimin, pra në aspekt grafik. Dhe pyetja që bën Shaban Demiraj, pse u zhdukan librat e tjerë? Luftrat, djegjet e kishave dhe koha e kanë glabëruar gjithçka, por Meshari mbijetoi si një mrekulli. Zbulimi i rastësishëm kur Peshkopi i Shkupit, Gjon Nikol Kazasi e gjeti librin, ai as nuk e dinte se kishte një dorë librin më të vjetër në gjuhën shqipe. Dhe nëse do të bënim ndonjë krahasim, do ta quanim Graalin e shenjtë të shqiptarisë. Është e gjitha një trashëgimi e cila po e jetojmë. Ndaj të dashur miq të Radio Maris, Meshari pra nuk është vetëm një relik muzeu, por ai jeton çdo ditë
në çdo fjalë që ne shqiptarët e shqiptojmë sot. Na mëson se kultura shqiptare nuk fillon pra me një libër, por me një rrugë të gjatë, plot mund, plot sakrificë, plot djers, që çon drejt atij libri. Gjon Buzuku na la një porosi të heshtur. Ruajeni gjuhën, sepse aty është shtëpia juaj. Sot, kur hapim faqet e Mesharit, ne nuk shohim pra thjesht germa. Ne e shohim një gjuhë që përpolitet të gjejë rregullsinë e saj. Studiuesit vërejnë se Buzuku nuk ishte vetëm përkthyes i thjesht, por ishte arkitekt. Ai u përball me këto sfida të mëdha të shkruarit tingujt e shqipes me alfabetin latin. Ai bëri huazimet duke krijuar një hibrid që funksiononte vetëm për Shqipen. Në aspekt vlerave, kjo tregon se ai kishte një vesh të jashtëzakonshëm të mpret fonetik. Ai e kuptonte se gjuha jon kishte një identitet zanor që nuk mund të burgosej në rregullat e gjuhëve të huaja. Meshari ka një pasuri të madhe morfologjike, ku aty do gjejmë trajtat që sot na ndihmojnë të kuptojmë evoluimin e gjuhës shqipe. Paskajorja e gegnishtes, me ba, me than, që janë shtylla e dialektit verior, shfaqen këtu në format e tyre më të pastra. Edhe nyjet, të cilët i përmenda pak më herët, Buzuku i përdor me saktësi që dëshmon se struktura gramatikore e shqipes tashmë ishte e konsoliduar. Çka është e mahnitshme në aspekt leksikor, të shohësh se si ai përdor fjalë si u dha, u dhash, mëkat apo shpirt. Ai përdor gati 1500 fjalë të ndryshme, një numër mbreslënës për një tekst të asaj kohe ku mbizotëron brumi i pastër shqip mbi huazimet. Kemi edhe përballje të ideve të ndryshme nga studiues ndryshëm. Në ndonjë diskutim virtual në thojza etrit e albanologjisë, çfarë pan aty te ky libër që ne nuk e shohim me sy të lirë? Për shembull, e Qerem Çabej, ura mes shekujve. Çabej është njeriu i cili e ringjalli Buzukun në kohët moderne. Ai argumenton se gjuha e Buzukut nuk është gjuhë artificiale. Dhe ajo çka është mirë të përmendet, se njëjtësin shumë vende të botës, shkrimet dhe librat janë ruajtur fillimisht në institucione fetare, prandaj ndodh tek shqiptarët diçka e ngjashme. Kishat dhe klerikët ishin ndër të parët që u përpoqën të ruanin gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ata e kuptuan se nëse gjuha humbet edhe një pjesë e identitetit popullit. Prandaj përmes teksteve fetare, lutjeve dhe librave, gjuha shqipe filloi të formsohej. Dhe në këtë mënyrë, besimi nuk ishte vetëm një rrugë shpirtërore, por edhe një mënyrë për të mbrojtur kulturën. Kështu që
Edhe pse nuk ishin gjeste të vogla, një thot që ndonjëherë historia e një kombi fillon me gjeste të vogla, por me kuptim të madh. Një libër i shkruar me një gjuhë të dashur për popullin bën dritë shumë të madhe për brezat e ardhshëm. Dhe pikërisht kështu ndodhi me letërsinë shqiptare. Të dashur dëgjues të Radio Maris, me ju është Bruna Dedaj dhe sot po flasim për fillimet e letërsisë shqiptare dhe rolin e besimit në ruajtjen e identitetit tonë. Në periudhat që pasuan, kultura shqiptare u pasurua edhe më shumë. Një nga figurat më të njohura ishte Marin Barleti. Ai nuk ishte vetëm historian, por edhe humanist shqiptar. Studiuesit e konsiderojnë Barletin si një nga autorët më të rëndësishëm të historisë shqiptare në Evropë. Historiani shqiptar Alex Buda ka shkruar se veprat e Barletit e futën historinë shqiptare në hartën kulturore të Evropës. Barleti shkroi për jetën dhe luftërat e një figure që sot është simboli i identitetit shqiptar. Ai ishte historian dhe shkrimtar shqiptar i cili shkroi për një nga figurat më të mëdha të historisë sonë. Barleti i kushtoi një vepër të rëndësishme jetës dhe luftrave të herojit shqiptar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Fal shkrimeve të tij, historia e Skënderbeut u bë e njohur në shumë vende të Evropës. Edhe kjo gjë ndihmoi që bota të njihte më mirë historinë dhe kulturën shqiptare. Por, figura e Skënderbeut në letërsi nuk ishte vetëm historike. Ajo është figurë letrare, simbolike dhe frymëzuese. Në shumë libra dhe studime, ai paraqitet si mbrojtës i vendit, simboli qëndresës dhe një figurë që bashkon popullin. Shumë studiues mendojnë se veprat e Barletit ndikuan që figura e Skënderbeut të bëjë një simbol i njohur në Evropë. Dhe kjo është një dëshmi tjetër se letërsia ka fuqinë të formojë mënyrën se si një popull shihet në botë. Ndikimi i veprës së Barletit në Evropë dha një drejtim tjetër të historisë shqiptare për veprën e Marin Barletit që po udhtonin nëpër Evropë. Pra, lapsi i Marin Barletit u bë shpatë e Skënderbeut. Ose lapsi që u bë shpatë. Pra, siç e përmenda pak më herët, e kemi një përjetësi të shkruar. Gjergj Kastrioti shpëtoi nga haresa e pluhurit të historisë. Nëse Skënderbeu e mbrojti Shqipërinë me shpatë, pra Marin Barleti e mbrojti atë me pend. Imagjinoni fillimin e shekullit 16. Shqipëria është nën flakët e pushtimit osman. Një prish shkodran, dëshmitar i rrethimit të tmerrshëm të qytetit të tij, merr rrugën e mërgimit drejt Venedikut. Por ai nuk merr me vete pasuri, ai merr me vete kujtesën. Barleti nuk shkroi thjesht një biografi. Ai shkroi një ungjill qëndresës shqiptare. Pa Barletin, figura e Skënderbeut, ndoshta do të kishte mbetur një legjendë lokale, por me Barletin u bë një figurë evropiane. Për sa i përket analizës gjysore, edhe pse Barleti shkroi në latinisht, gjuha e dijes së asaj kohe, analiza gjysore e veprës së tij
na zbulon shumë për shpirtin shqiptar që fshihet pas atyre rishtave. Kemi të bëj me një stil humanist dhe me retorik. Ai nuk shkruan si një kronist i thjesht që numëron data. Ai përdor një latinishte të lartë, të frymzuar nga modele si Titus Livit. Fjalimet e Skënderbeut. Një pjesë e madhe e librit përbëhet nga fjalimet që Barleti i vë në gojë herojt. Këtu gjuha arrin kulmin e saj retorik. Përdorimi i antitezave, për shembull, liria kundrejt robërisë, dhe përdorimi i metaforave ushtarake e krijon imazhin e një lideri që nuk është vetëm luftëtar, por edhe orator i madh. Onomastika dhe toponimia. Është mahnitëse të shohës se si Barleti i latinizon emrat e vendeve shqiptare, pa humbur rënjën e tyre. Ai shkruan për Epirin duke nënkuptuar Shqipërinë, shkruan për popullin Epirotas duke i dhënë popullit ton një fisnikëri të lashtë, antike. Gjuha e emocionit që përdor Barleti e bën një mbiemërim të pasur, sepse Skënderbeu nuk është thjesht një mbret apo një prijes. Ai ishte atlet i Krishtit, i pamposhturi. Kjo zgjedhje gjysore kishte një qëllim të qartë, të binte audiencën evropiane se ky është i pamposhturi, atlet i krishtërimit. Sipas analizave të studiuesve, ata e kanë vendosur Barleti në thjerrzën e kritikës. Le të ndalemi pak te ajo që thon këta studiues të letërsisë son edhe të historisë son. Për shembull, Fanoli Barletin e sheh si strateg të miteve, i cili vetë shkroi një biografi madhështore për Skënderbeun, e analizoi Barletin me një sy kritik, por me një sy admirues. Noli vuri re se Barleti shpesh i zbukuron faktet, numrat e ushtrive, por ai thekson se kjo nuk është gënjeshtër, por është art. Sipas Nolit, Barleti krijoi kushtetutën shpirtërore të shqiptarëve. Hesherem Çabej u fokusua te vlera dokumentare. Ndonse Çabej u mor kryesisht me gjuhën shqipe, ai e vlerësoi Barletin si burim kryesor për të kuptuar psikologjinë e shqiptarit të shekullit 15. Ndaj Çabej thekson se Barleti na jep detaje mbi veshjet, na jep detaje mbi zakonet dhe mënyrën e jetesës që nuk gjenden në asnjë arkiv tjetër. Por edhe studiues të ndryshëm evropianë kanë quajtur Barletin si babain e historiografisë ballkanike. Ata vërenjë se ndikimi i tij ishte aq i madh sa që për gati 4 shekuj çdo gjë që bota dinte për Skënderbeun e dinte përmes syve të Barletit dhe pendës së Barletit. Libri i tij u përkthye në gjermanisht, në italisht, frëngjisht, spanjisht brenda pak dekadave. Ndaj Skënderbeu pati sukses në Evropë, sepse Barleti nuk përshkroi një njeri, por një simbol. Mbrojtësi i qytetërimit, bashkimi i popullit. Në një kohë kur Evropa Evropës ju dha
një hero, të thotë që u portretizu Shqipëria si mbrojtëse e krishterimit. Bashkimi i popullit u vu theksi tek beslidhja e Lezhës. Këtu analiza e studiuesve bashkohet, sepse Barleti dëshironte t'u tregonte shqiptarëve në mërgim dhe atyre në pushtim se fuqia jonë qëndronte bashkimi dhe jo te shpata e vetmuar. Pra, e gjithë trashëgimia e Marin Barletit na obligon neve sot që ti detyrohemi për identitetin ton kombëtar. Ai nuk është thjesht pra historian. Ai është njeriu që e ktheu humbjen ushtarake në një fitore morale të përjetshme. Kur sot shohim monumentin e Skënderbeut në gjithë vendet e Evropës, por konkretisht në Tiranë, në Prishtinë, në Rom, në Vatikan, në Vjenë, ne shohim në fakt vizionin e Barletit. Ai na mësoi se si ta shohim veten, jo si një popull i vogël i thyer, por si një komb me dinjitet mbretëror. Studiuesit e historisë evropiane e thonë se në shumë vende të Evropës, imazhi i Skënderbeut është hero i krishtërimit dhe i qëndresës, por që u formua pikërisht nga libri i Barletit. Pra, në një mënyrë shumë interesante, ky shkrimtar shqiptar ndikoi në mendimin historik të Evropës. Tani, po ju drejtojmë disa pyetje të tjera. Pse mendoni se herojt historik janë kaq të rëndësishëm për një komb? A mendoni se historia e tyre ndikon në mënyrën se si ne shohim veten sot? Dhe ndoshta një pyetje personale për secilin prej jush. Cila figurë historike shqiptare ju frymëzon më shumë? Ndoshta kjo është një nga fuqitë më të mëdha të letërsisë. Ajo nuk ndryshon vetëm një popull. Ajo ndryshon mënyrën se si një popull shihet nga të tjerët. Dhe kjo është një arsye pse është e rëndësishme të kujtojmë këtë autor. Sot jetojmë në një botë që ndryshon shpejt. Teknologjia, rrjetet sociale, komunikimi global ndikojnë çdo ditë në jetën tonë. Por në këtë botë që lëviz shpejt, është shumë e rëndësishme të mos harrojmë rrënjët tona. Historia na kujton diçka shumë të rëndësishme. Një popull që ruan gjuhën, ruan shpirtin e tij. Dhe letërsia shqiptare është dëshmi e kësaj rruge. Nga një libër i vetëm deri tek një kulturë e tërë. Historia e letërsisë shqiptare na mëson disa gjëra të rëndësishme pra edhe për gjuhën, sepse gjuha duhet ruajtur, edhe kultura duhet njohur, dhe se besimi dhe historia janë burim i vetëm force për një popull. Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju të gjithë që ishit me ne në këtë emision, unë jam Bruna Dedaj, dhe ishte kënaqësi që ndam së bashku këtë reflektim mbi një rrugëtim të rëndësishëm të historisë sonë, lindjen e letërsisë shqipe dhe lidhjen e saj me besimin dhe identitetin kombëtar. Nga puna e Gjon Buzukut dhe libri i tij Meshari, deri te shkrimet e Marin Barletit për heroin ton Gjergj Kastriot Skënderbeun, shohim
se letërsia shqiptare është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kulturore dhe përpara se ta mbyllim, po ju lë me një mendim. Le ta mbajmë në mend gjithmonë këtë mendim. Gjuha, besimi dhe kultura janë thesaret më të mëdha të një populli. Një popull që ruan gjuhën dhe historinë e tij, ruan edhe shpirtin e tij. Unë jam Bruna Dedaj dhe ky ishte emisioni Letërsia si dëshmi e identitetit dhe besimit. Deri herën tjetër, flisni dhe shkruani bukur gjuhën tonë të vjetër sa vet bota. Ruajeni historinë, sepse ajo është e vetmja rrugë që na tregon rrugën drejt së ardhmes. Ju urojmë një mbrëmje të qetë dhe të bekuar.